Rama prandaj nuk ka fuqi për ta hequr atë, pse çka kujtoni? Se do të tregoj pse se ti je se çka ka bëu aty. E ti shumë mirë. Belinda ndash flasin, ndash mos flasin. Edhe Erioni nuk foli. Por kur i dolën letrat përpara pastaj filloi edhe llapi Erioni. I qiti gjitha. Edhe Erioni ka treguar gjitha. Ne vajtja unë si ma njësat në edhe për këtë punë nga që gjej mënyrën, formën se si do e interpretoj. Si mund të interpretoj një kryeminist të interpretoj vendimin e gjykatës. Nuk jem për të interpretuar, dhe për të zbatuar vendimin. Jo për ta interpretuar. Ço ke ti dhe më e bukur kush ishte, ço Partia Socialiste, deputetët e çojnë gjykatë kushtetuese. Vetë personi nuk e çon. Zoti Merkoçi, po veprimi si që po me Berishën. Qofse jo kujtohet. E çoi grupi i deputetëve të opozitës e çon gjykatë kushtetuese vendimin për Berishën. Vetë Berisha nuk e çoi. E njëjtë skemë. Zoti Merkoçi, si mendoni, ai është afruar spaku Edi Ramës dhe sa rrezikon Edi Rama pas rastit të Belinda Ballukut? Rama rreziko për çështjen me Gonigal e para, për lidhjen me Sinaloon e dyta, për lidhjen me agjenturën kineze dhe ruse që është në Shqipëri, dhe kjo është i lidhur, dhe mos harroni, ja u kam thënë me kohë, që ky kam kriju një kompani në Francë dhe prej ne ka dërguar në Amerikë, dhe këtu është gjithë spionazhi kinez. Kështu që për sigurinë e Amerikës, unë gjykoj se Amerika nuk të falë. Gjëja më kryesore. Duke qenë se Trump e ka shpallur organizatë kriminale, terroriste, Sorosin, dhe Shqipëria është qertja e Sorosit, kryetari i saj është Edi Rama, patjetër gjithë do ketë një fund shumë të shpejtë. Unë e kam deklaruar deri në fund të vitit. Çdo gjë duhet mbyllet. Sepse është bërë aty ku nuk mban më thotë. Ka ardhur, domethënë nuk di. Këti po i hikin gjithë, po i hikin po pastisën ministrat. Sot ai s'ka ministra. I ka gjithë në spak, gjithë kontrolluar nga BKH-ja. Të gjithë janë të kontrolluar. Të gjithë janë ke dera spakut. Dhe si mund qëndroj më ky kryeminist? Moralisht ky do ta kishte dhënë dorëheqjen me kohë. Po ky nuk e jep thash për arsye që më lartë. Ky është me urdhër që duhet të qëndroj. Edhe derisa mund të qëndroj? Duhet të rrinte, duhet ta kishte dhënë. Por atëherë do thirrët, kam dhënë atë, do thirrët në Amerikë, t'japi llogari për çështjen me Gonigala, kanë më të thjeshtë akoma, do dalin ka e thjeshta fare pastaj. Sepse për sa i përket çështjes me Gonigal, dosja është e hapur, në Amerikë është trupetohet, pothuajse një herë 2-3 ditë atje dalin artikuj për çështjen me Gonigal, se flitet për siguri kombëtare të Amerikës. Dhe ajo që është kryesorja pastaj duke qenë lufta e hapur dhe Rama e di shumë mirë që politikisht është i djegur, i vdekur, është i mbaruar. Në Amerikë ai nuk puth dot. Me stafin e Trumpit për sa kohë tjetë Suzi në atë pozicion të harrojnë gjithë. Ky jo të firmosi me izraelitet e të shkojë të bëj pazare me ta. Sa tjetë Suzi aty të harroj, Rama se mund takoj edhe rojen ke dera ke Kapitoli, jo më të tjerë. Të vjen 2 herë zëvon sekretari i shtetit dhe nuk ta takon. Nuk takon kryeministrin. E kupton se ai rëndësh apo? Nuk takon presidentin. Sa e rëndësh? Këtu vite zëvon sekretari i shtetit dhe këta dilshin lajme me vrap. Sot vjen zëvon sekretari i shtetit, këta nuk flet asnjëri. Dhe nuk takon as kryeministri, as president. Pra këtu është e qartë fare që ai është mbyllur. Unë shpresoj se deri në fund të vitit duhet mbyllet kjo histori. Po, spaku nga ana e tij, kur mund ta thërrasë Edi Rama sa i përket çështjes së Charles me Gonigal? Nuk di kur mund ta thras, po ka rrezik mos ta thrasë fare. Një nga çështjet mos ta thrasë fare, sepse mos harroni se janë aferat, ajo që ja u pata thënë para ca kohë është që
FBI-a ka marrë në dorë hetimin e fluturimeve që ka bërë Edi Rama, qoftë kohët pandemisë, para pandemisë, dhe pas pandemisë, gjithë fluturimet që ka bërë me kë ka fluturu, çfarë malli ka transportuar dhe ku janë transportuar, dhe sidomos në vendet që kanë qenë jashtë Schengenit. Kështu që ata i kanë të gjitha, domethënë plus afera tjetër që do besoj se do shpërthej dhe ajo, ose aferët edhe e Albania Airlines, i cili turku tashmë ka qitë aksionet e veta i kanë nxjerrë shitje, do t'i shesin, do t'a shkrijë fare. Dhe do shiftin që as i lek nuk është pagu, me gjithse fitimet janë kolosale, as i tatim, as i bilanc, edhe kjo kompani njësoj si bege i naftës ka dalë gjithmonë me humbje, vit për vit ka dalë me humbje. Do shiftin do të dalë edhe kjo. Zoti Merkoçi, të rikthehemi sërish tek Belinda Balluku. Si e parashikoni fatin e saj tashmë, qoftë në aspektin e qeverisjes, pra a do të jetë sërish pjesë e qeverisë e Edi Ramës, apo qoftë dhe në aspektin politik, dhe a është e djegur tashmë në aspektin politik? Në aspektin politik janë djegur gjithë këta, se paktën minimalisht ligji dekriminalizimit nuk i lejon më që të politikisht plan. Ndërsa kjo do qëndroj për aq kohë sa Rama do mundohet të qëndroj. Jo se Belinda e merr me vete, të kuptoni drejt. Për ato që flitet nëpër media, që do i nxjerrë këtë nuk e shkarkose. Por, momentin që shkarkoi Rama, gjykoj se do jetë dakord që të japim vetë tërheqjen, se sa të heqin Belinda Ballukun. Nëse e heq Belinda Ballukun, do ikë edhe vetë pastaj. Ose do ikin të dy me i tip. Do rezistoj deri në atë pikë do rezistoj. Zoti Merkoçi, ju keni përmendur shpesh emrin e Lea Ypit, e cila mund të zëvendësonte zëvendës kryeministren aktuale, pra Belinda Ballukun. Si mendoni, a mbetet ajo një emër potencial për të qenë zëvendës kryeministre, dhe a mendoni se e ka Edi Rama akoma në mendje për ta pasur pjesë të kabinetit qeveritar? E kishte të caktuar, unë po ta them që dy janë persona që do sjelli, këto do ta sjellte zëvendës kryeministre dhe ministre të jashtme, dhe në moment fundit është ndrru. Është vendosur Belinda Ballukun. Situatat kanë ndryshuar. Jo se nuk e ka në mendje, dhe nuk e ka si zjarr të fundit të flasim, por është situata e tillë e cila nuk do ketë më nevojë për këtë lloj emri apo emrime të tjera. Rama nuk do guxojë më të bëjë emrime, e pari është se edhe vetë njerëzit nuk do t'i afrohen më se po shqipe. Nuk ka më kush firmos aty, nuk guxon më njëri të firmosi. Sidomos pas daljes Belindës Ballukut si e pandeu, nuk ka më njëri të firmosi. Në atë pozicion nuk mund ta mori Zeqinea, po ajo Zeqinea e Fierit mund ta mori, mund bëhet. Por një njeri tjetër nuk e merr. Në ai nivel mund të shkojë zëvendës kryeministrit. Deri ke niveli Zeqineas me asnjë vend tjetër. Sepse të tjerët e dinë shumë mirë, paktën e kuptojnë që çdo firmë e vendosur aty është firmë e cila i shkon drejt spakut, drejt burgut. Kështu që nuk kam më kohë. Ai e kishte në programin e tij, kishte gjërat e tij për të nisur atë idenë e 2027-s, kur i marrë mandati këtij kapitalit Veromit, edhe të merrte postën e presidentit, ka pas shumë për të ndryshuar kushtetutën për ta bërë jetën e presidentit deri në 7 vjet, domethënë, ishte mandati 7 vjeçar, për të rikthyer kompetencat e presidentit. Ky ka qenë programi i tyre për të bërë dhe për të mbetur përjetësisht në pozicionet e shtetit, drejtimit të shtetit. Por u prish plane, se jo gjithmonë planet që thuren dalin ashtu siç i mendon ti dhe i thur ti. Kështu që edhe Lea është e djegur tashmë në këtë pikë. Unë vi një pozicion tjetër, nuk e di se çfarë mund ndodhi më mbrapa, po unë nuk besoj, sepse kam thënë që deri në fund vitit kjo gjë do sheshohet, do bëhet. Kështu që nuk besoj se
do ketë mundësira të tjera për të formuar kabinet tjetër Rama. Po kush mund të jetë një emër tjetër që mund t'i zërë vendin Belinda Ballukut përveç Zeqines, siç thatë ju, me një probabilitet më të lartë, se përflitet nga ana tjetër që mund të jetë edhe Ogerta Manastiliu. Nuk e besoj, megjithatë unë jam më i shqetësuar ose dilema më e madhe është kush do t'i zëjë veni Ramës. Se sa Belindës. Rama i ke me gjithë Belindën. Jo pse tërheq Belinda, po ai nuk e firmon dot shkarkimin e Belindës. Rama do jetë më i prirur, më i gatshëm të japi dorëheqjen vetë se sa të shkarkoj Belindën. Ti dinë të dy. Zoti Merkoç, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.